Zoti Domi, si e keni parë simbolikat e protestës në protestën që u mbajt të shtunën e 35-ta për me radhë, ku ishte pranishme dhe diaspora, kishte një arkivol që është kontestuar shumë. Po arkivoli çfarë kuptimi ka? Arkivoli është kuptimi i vetëm i një arkivoli është njeriu vdekur. Pra, është një protestë që ndërtohet mbi vdekjen, nuk ndërtohet mbi lindjen, nuk ndërtohet mbi rilindjen, ndërtohet mbi vdekjen. Pra, prapa ajo që tash unë, se ka rëndësi gjithë dinamika e gjës. Pra, nuk ndërtohet, për shembull, kur u bën reformat iluministe në shekullin e 17 në Evropë, iluminizmi vetë nga fjala pra donte të iluminonte njerëzit. Apo të ndriçonte njerëzit nga terri mesjetar, nga terri i ekstremizmit fetar, në atë kohë ka qenë ekstremizmi katolik në Evropë, si sot për shembull mund të jetë ekstremizmi islamik në shumë vende, por tem tjetër. Po në atë kohë ka qenë terri katolik, ekstremizmi katolik në Evropë. Çfarë bën iluministët? Thanë jo, kisha do të jetë ndarë nga shteti. Njerëzit kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre ashtu siç duhet. Mbreti duhet të ketë pushtet të kufizuar. Ky pushtet i mbretit kufizohet nga parlamenti që zgjedhet nga njerëzit për sovranitetin popullor. Pra, teza politike, teza kulturore, një gjë e ndërtuar mbi optimizmin, mbi terren, mbi lirin, mbi të bukurën, jo mbi arkivolin, jo mbi burgun, jo mbi urrëtien, jo mbi broçkullat sovraniste, edhe ku diun ultranacionaliste, nacionaliste çat duar që me dhe me po na merr ka zvërnesin. Këta, se kush po na merr zvërnesin e hajde merre vesh. Unë nuk e rri do ta kuptoj kush po na merr zvërnesin. Në një kohë kur sa ishuj grek, këti që i kemë pronësi të huaj, që as nuk është fjala këtu sepse ata do marrin një pjesë tokën zvërnes, nuk do marrin gjithë ishun. Por një kjo dhe tjetra pastaj çfarë ignorancë është kjo që po të merr kanë ishun ti, po prona private nuk është, pra ajo mund të jetë një pronë e dikujt, por ngel sovraniteti i Republikës së Shqipërisë, prona private nuk është humbje e sovranitetit, ti prap ke jurisdiksion mbi atë tokë. Pra, çfarë duhet të them me këtë gjë? Ne njerëzit nuk i ndryshojmë dot. Po dhe duhet i ndryshojmë njerëzit. Sepse ne kemi një organ që quhet spaku. Spaku po heton Akshin. Spaku po heton zonjën Balluku. Spaku po heton po heton aferat nga më të mëdha të kësaj qeverie, po edhe të qeverive të kaluara. Nuk po jetojnë njerëzit, nuk po jeton populli, po jetojnë institucionet që janë financuar nga ndërkombëtarët. Nuk janë financuar nga populli. Edhe janë ndërtuar nga ndërkombëtarët. Nuk janë ndërtuar nga populli, se populli nuk di çfarë flet, edhe nuk di çfarë bën. Pra, në rast se kjo protestë do kërkonte të sillte ndryshim shoqëror, dhe ishte shumë mirë, por nuk po e kërkon këtë gjë, po kërkon diçka komplet tjetër. Pa u marrë me agjendat që janë jashtë, me Rusi, me Kin, me Iran, me Greqi, me Soros, me Kurt, me ku diun, me të gjitha, pa u marrë me ato po i lëm. Ato po i lëm, po merren me njerëz që dalin protestojnë për problematikat e ditëpërditshme të jetës së tyre. Dhe për të përgjigjur pyetjes tënde i nderuar, arkivoli tregon një gjë dhe vetëm një gjë. Shtërpsi në mendim politik, në poshtë kulturor, në platformë reale për të ofruar një mënyrë tjetër qeverisë ndaj ndoshta qeverisë më të korruptuar që ka pas Shqipëria, që është kjo zoti Rama. Dhe një pyetje të fundit, zoti Domi, teksa u pyetën nga gazetarët, zoti Berisha u shpreh që thirrjet drejtuar atij Berisha në burg janë të stisura nga kryeministri dhe janë një opozitë rrem. Ju si e gjykoni, si analizoni? Shiko, çdo gjë që thuhet nga zoti Berisha është fakt për t'u marrë me shumë kujdes, sepse është unë të paktën edhe ndjek zotin Berisha nëse është figurë publike, ka qeverisë të vend për 13 vite, është kryetari i opozitës. Por është vështirë të gjesh në gjë që zoti Berisha e thot dhe që ti thua e ka të drejtë. Është vështirë. Është shumë vështirë. Dhe
Problemi me Partinë Demokratike është që është e kapur nga zoti Berisha. Dhe problemi me mënyrën se si PD-ja po qeveriset është e lidhur drejt për drejt me faktin që nuk ka konsistencë politike. Pra, në ditën e dytë apo të tretë të protestës, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka doli dhe tha që një pjesë e këtyre tha, kjo është një Soros protesta, një pjesë e madhe e këtyre që dalin janë të Sorosit dhe unë Flamur Noka nuk e duroj dot si figurë politike, mendoj që është një prej politikanëve që duhet largohet menjëherë, nuk ka vend ai njeriu në politikë. Por Flamur Noka kishte drejt. Në atë protestë ka shumë njerëz të Sorosit. Njerëz të Sorosit që janë në protestë. Njerëz që ata kanë votuar Partinë Socialiste. Që s'kan surrat t'i flasin askujt për të qeverisë e kanë votuar vet. Si fleti, si thuti dikujt, "Çou ti nga kafja." Po pse mor, unë e kam votuar Ramën apo e ke votuar ti? Mbaj ti përgjegjësi një herë, që ja ke dhënë votën. Pastaj unë. Po e lëm më njanë këtë. Pra, në ditën e dytë, doli zotëria tha kjo është një Soros protestë etj etj. Kaluan ditët, u kuptua që kjo protestë po merrte, po bëj ortek dhe u ndrua. U ndrua dhe Partia Demokratike u bë mbështetja më e madhe e protestës. Tani, ose këta funksionarë të rinj të Partisë Demokratike do heqin Sali Berishën, sepse po mbështesin një protestë ku ka individ që thonë Berisha në burg, që janë të gjithë atje, që thonë Rama në burg, Berisha në burg, ose pastaj ti nuk do ta mbështesësh protestën. Se ti nuk mund të mbështesësh një protestë që kërkon burgosin e kryetarit partisë tënde. Është anormale dhe mua nuk më ha fare për PD-n, domethënë, PD-ja mund të shkrihet nesër, edhe unë jeta ime nuk ndryshon. Por e them këtë gjë për të ilustruar këtë gjë tjetër, që arsyeja pse PD-ja nuk votohet më është sepse është një parti pa shtyllë kurrizore politike. Pra është një parti që sot thot këtë gjë, nesër thot këtë gjë. Sot e akuzon dikë të lidhur me bandat, nesër e fut në lista e deputetëve. Dje i thoshte Sali Berisha Ilir Medhës trafikant vajzash të mitura, sot e kanë koalicion, pavarësisht se zoti Medha është në burg. Pra, kjo është një mungesë që njerëzit, domethënë militantët budallënj idiot që ke rreth vetes e besojnë, të ndjekin ty, ndërkohë që ti pasurohesh. Por njerëzit me mend në kokë thonë, po dalem. Dje i thoshte trafikant vajzash të mitura, sot e fut në koalicion. Dje i thoshte i lidhur me krimin, sot e bën deputet. Dje i thoshte Soros protest, sot e mbështet. Tash kush është domethënë, o njëra o tjetra. Pra, zgjedhjet nuk fitohen kur ti nuk ke korac politike. Kur ti s'ke shtyllë kurrizore politike. Zgjedhjet fitohen me qëndrueshmëri politike. Zotë Domi, shumë faleminderit që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit për ftesën, kënaqësi.